Policia e Tiranës në bashkëpunim me Renean kanë zhvilluar gjatë orëve të natës një operacion në fshatin Zallë të Fushkrujës për kapjen e 49 vjeçarit Ylli Zalla. Po edhe këtë herë Zalla ka arritur të shpëtojë operacionit policor. Renea dhe forcat e policisë kishin marrë informacion për vendodhjen e tij, por 49 vjeçari ka mundur të largohet edhe të futet në pyll, duke përfituar nga errësira. Në banesën e tij është gjetur Fatmir Alla, 55 vjeç, i cili e ndihmon të fshihej dhe njoftonte për policin. Blut kanë arrestuar edhe vëllain e Ylli Zallës, i cili dyshohet të jetë bashkëpunëtor në shpërthimin me tritol më 10 qershor 2026 në Lezhë. Konkretisht lënda plasëse u vendos në një ambient të hapur toke në Ballëdren të Lezhës. Vëllai i Ylli Zallës do të hetohet në gjendje të lirë. Ylli Zalla rezulton në kërkim për 2 arsenale armësh në Zallë dhe në Nikël, si dhe për trafik armësh, vendosje eksplozivi dhe rekrutim të shtetasve për ISIS. Arsenali në Nikël u zbulua pas atentatit të Rinasit, ku mbetën të vrarë Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani, ndërkohë dyshohet se mjeti Toyota Yaris i përdorur në atentat ka dalë nga banesa e tij.